doja dalim, të tjerët kanë kriju bloqe, ne jemi bashkë për Mitrovicën, e kemi bashku Mitrovicën dhe do ta zhvillojmë Mitrovicën. Ju falenderoj shumë. Pas këtij tubimi, sonte unë do të nisem me njëherë për Mitrovicë, se kena me Fatorin ta kem Merinin atje. Por tash dhe këtu nga Mitrovica shkojmë drejtën Prizren, atje kemi kandidatin e shkëlqyer, bashkëpërvimtarin tonë vetëvendosje, deputetin që i ka hije dhe pesh fjala Artan Abrashin. Për kryeqytetin ton historik e kulturor na duhet një mobilizim i veçantë. Do të jetë një 4 vjeçar transformues, me vetëvendosjen në qeveri e me Artan Abrashin kryet komunës Prizrenit. Projektet janë shumëta. Artani ka përgatitur një plan program vizionare shumë detajuar që ju ftoj ta lexoni se është shumë interesant. Një projekt që ne do ta mbështesim e që jep frymarrje qytetit është ndërtimi i tunelit të Bajrit nga ITP-ja, ku ka qenë këfori gjerman dikur, deri në Marash i gjatë 1.3 kilometra. Sipas studimeve të ekspertëve, ky tunel do të reduktoj trafikun e veturave deri në 40%, pra do ta zhbllokojmë edhe Prizrenin. Tash në vitet e 70-ta ka ekzistuar plani për këtë tunel, por Jugoslavia nuk e bëri. E merrni me mend, nuk e bën as qeveri tjera para nesh. Por ne do ta bëjmë sepse ne bashkë me kryetarin Artan Abrashi jemi misionar të ndryshimit dhe të zhvillimit, jemi shërptor të qytetit dhe të banorëve. Artan Abrashi. Përshëndetje për gjithë të nderuar miq, aktivistë, të nderuar qytetar, shumë i nderuar kryeminist i Republikës Kosovës. M'vjen mirë sot që këtu jam edhe me kolegë nga shumë komuna. E mbani mend zgjedhjet e kaluara, merrnim kritika që lëvizja vetëvendosje nuk është alternativë lokale, mirë po shumë kujt nuk po i pëlqen kjo pamje. Jemi pretendent për 12 komuna shumë të rëndësishme të Republikës Kosovës, që është dëshmi e forcës sonë në rritje, që është dëshmi e besimit qytetar, që çdo ditë më shumë po e marrim si lëvizje vetëvendosje. Edhe forca jonë, edhe besimi i qytetarëve natyrisht se na shtohet në Prizren, në qytetin e lidhjes, në qytetin e bukur e të dashurisë. Aty kemi shumë plane. Mirë po për të realizuar ato plane fillimisht ne duhet të ndërtojmë atje një front demokratik që përbëhet nga gjithë qytetarët që nuk e durojnë politikën në përkëmbse që e kemi pasur në këto 4 vite. E ky front duhet ta kthej pushtetin tek qytetari, pushtetin i cili punon për qytetarin, ja lehtëson jetën dhe e bën atë më cilësore, më të denjë e më të drejtë. E për ta bërë këtë, ne do ta jetësojmë programin tonë që e kemi quajtur Prizreni 365 ditë, sepse aktualisht Prizreni nën qeverisjen korruptive të PDK-s është qytet sezonal që vetëm 1 muaj frymon dhe 11 muaj të tjerë hesht. Këtë do ta ndryshojmë së bashku me gjithë ata që duan me të vërtetë ndryshimin. Programi jonë është programi i ndryshimit, është programi i cili prek pjesët më të rëndësishme të përditshmërisë në Prizren. Ne do të synojmë që ta ngrisim turizmin si burim ekonomik në nivel tjetër, do ta bëjmë një kalendar të aktiviteteve gjatë tër vitin që Prizreni mos të jetë kështu i heshtur se siç është. Do të investojmë në infrastrukturë pa dallim në përlagje dhe fshatra, duke i bërë ato më të jetueshme dhe pa diskriminim siç ka ndodhur deri më tani. Do të investojmë në çerdhe që fëmijët tanë të rritën me idenë e përkujdesjes së shtetit. Do të investojmë në shumë burime tjera ekonomike e kulturore të cilat po na sjellin edhe dobi
në komunën tonë, mirë po për ta bërë këtë, natyrisht se fillim duhet të mobilizohemi si qytetar dhe në këtë javën vendimtare që kam mbetur, të gjithë së bashku të fitojmë, t'i largojmë këtë klik nga pushteti që punon vetëm për veten dhe ta bim në pushtet një qeverisje të drejtë për qytetarët e Prizrenit pa dallim. I ftoj gjithë qytetarët që këtë javë ta marrin vendimin mirë, ta marrin vendimin drejt dhe të vendosin për ndryshim për numrin 105. Ju faleminderit shumë. Prej Prizrenit shkojmë në djepin e arsimit dhe të kulturës në Gjakov, ku e kemi profesorin Ardian Gola. Ardian Gola është një kandidat që do ta kishte zili çdo qytet, një sociolog mendimtar e shkencëtar që na bën krenar që e kemi kolegë. Një njeri i sjellshëm e i kulturuar, me frymë moderne e me ndjenjë e vetdije të lartë qytetarie. Programi i Ardianit është ambicioz e i gjerë, por unë sot do të flas vetëm për ato pjesë që ne si qeveri dhe unë si kryeministër, duke qenë të sigurt se kryetari Gola dhe komuna do të bëj edhe shumë punë të tjera, ne do të mbështesim pa rezervë, pa pushim, pa kursim. E para, Parku Multifunksional Olimpik i Gjakovës, një hapësirë në shërbim të krejt sportistëve të Kosovës, por edhe të atyre nga rajoni. Nuk ka të ne terrene për sporte olimpike. E Gjakova do t'jetë e para e cila do të ketë të tilla me standarde europiane. Zotimi i dytë, dhe kjo është shumë i rëndësishëm, Gjakova do t'jetë vendi ku do të lidhet siguria dhe ekonomia. Atje do të zhvillohet industria për prodhimin e dronëve ushtarak dhe civil, si dhe fabrika për prodhimin e municionit. Gjakovës do t'ja kthejmë industrinë, sepse vetëm asisoj mund t'ja kthejmë edhe rinin, që të punojnë pranë familjeve të tyre, pa pasur nevojë të largohen në Prishtinë apo jashtë vendit tonë. Zonja dhe zotëri, motra dhe vëllezër, profesor Ardian Gola.